Kupola e nxehtësisë mbi Evropë. Temperaturat pritet të shkojnë deri në 45 gradë Celsius. Meteorologët evropianë parajmërojnë përformimin e një kupole nxehtësie gjigante mbi Evropë, një fenomen atmosferik që mund shkaktojë valë të forta të nxehtit në ditët të javët në vijim. Pas analizave të publikuara nga Severe Weather Europe, në disa zonat kontinentit temperaturat mund të afrohen ose të kalojnë 45 gradë Celsius. Fenomeni ndodh kur sistemi i fuqishëm i presionit të lartë mbetet i qëndrueshëm mbi rajon, si pasojë ajri i nxehtë grumbullohet të qëndron i bllokuar pranë sipërfaqes së tokës. Meteorologët përshkruajnë këtë fenomen si kapak mbi një tenxhere që pengon largimin e nxehtësisë. Sipas parashikimeve, masa e nxehtë e ajrit do të lëvizë nga Afrika Veriore dhe Evropës Jugore dhe qendrore, duke goditur fillimisht Spanjën, Portugalinë, Francën, Italinë, përpara se zgjerohet edhe në pjesët e tjera të kontinentit, edhe në Ballkan, duke rritur temperaturat deri me 16 gradë Celsius.